Të gjitha. Shumë, shefi ka blana amanetet e mia para se ti. Mami Mateos, faleminderit shumë që ishit me ne sonte. Përshëndetje dhe banorët. Patjetër nga ty me zë i përshëndet. Përshëndetje dhe grupin e Drejton, Selin. Ja, ka marrë pozitiviteti, pozitiviteti gjallë, nga koka këtë kamës. Suksese dhe forca, ha? Faleminderit shumë faleminderit. Tuti nga asnjë gjë për forca. Nuk e piktim. Ande nga hyt zonja Zana. Mos u bëj merak. Mërzijem, ngrijem, e ke parë. Gjak ftohtësinë kam, se kishe merak. Atë e di, se e pash. Qëtë stop. Një kujtime sa më s'u këtë dushpa. Fix e ka bërë krya. E ka bërë tamam si nuset e kohë sa më s'mu këtë dërbosh. Shketa, keqë në. E lume ajo që ka për të fund derë, po të mbush mendja, po të mbush mendja. E ka bo tamam fix. Mere që to, sa më s'mu këtë dërbosh, po. E pare punës kja. E dyta e punës. Nëse vjetë për shembull, nëse vjet Jozi i tha mamës Loredanës. Tha për mamën e Loredanës, ma mirë jo ma se e bia. Vallai unë do tham më mirë ja ma se i biri. Mashallah, gjithaj e zonjë grua ishte, edhe mbajtu dhe edhe e re, lumbrikena që ka për ta gjetur gjuhën shpejt, për shembull. Po përfundoj me Mateon. Po përfundoj. Se dukesh që ishte open mind, për shembull, ishte në ato zonjat që përshtatet. Edhe pash një lloj në krahasim me mamën e Mateos, kundrejt Mateos, patjetër që ajo ishte shumë pozitive mama Brikenës, por sikur mama Mateos, se u bën po muhabet mamash, sikur mama Mateos ishte çik më e lirshme kundrejt asaj. Mbase fakti që janë femër me femrën, e kupton? Edhe mbase edhe kjo ndodh, mund të jetë. Po që për një moment më duk sikur hyr mirë e bra, me thënë drejtën. Po që mashallah, ka për ta gjetur gjuhën shpejt, po që më shpejt e gjen gjuhën Brikena me temën e Mateos, se sa ka për ta gjetur Brikena me Mateon. Si pas muhabeteve, s'ka faj shketa. S'ka faj, fundja pare ka dhe ajo parimet e saja. E mos e shani çupën. Jo po pse si ja kthen Mateos, pse çati kthen Mateos, tash bën çikaj luaj çik bythën aty ja, luaj çik vendit. Bën e veprim në një gjë. Erdhi dje në gjithë ajo sfidë që bëri të asaj të buxhetit. Pse s'u ngritaj t'ja puthe kokën, tek. O dritë o yll o shpirt, se na dhe për të ngrënë tër këtë javë, o i mire i me ti, t'ja puthe në ballë, ose në kokë. S'di, nuk. Aq ja thot, e kupton, Mateo është një person që kam e rrezik, e mban dashurinë për brenda, nuk dik shumë na këto. Që shihemi mësuar ne të shikojmë këtu për shembull. Nëse, hajde. Ciao.